Shkojmë me pyetjen e radhës, Hoxh thot, na ka një pyetje kështu thot. Deshta ta ndaj një gjë me ju dhe të më këshilloni se çfarë të bëj. Jam e lidhur me një djalë fetar, edhe unë jam fetare thot, që 5 muaj jemi bashkë. E tani prindët e atij djalit nuk më dojnë mu për shkak origjinës. E kanë ftofë edhe djalin prej meje. Çfarë muj të bëj unë në këtë rast? Elhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Unë me do e mos duhet të përgjigjem diçka tjetër para se të viderit e ka ajo që e thot kjo motra. E para, ato që i thonë vetës fetar, nuk du të me aleju vetes me pas lidhje të cilat fetarisht nuk lejon. Nuk shkruan në Islam dhe nuk lejohet sipas rregullave islame që një i ri dhe një e re 5 muaj të kalojnë së bashku, e të jemi bashkë, pa kuror, pa niqa, pa leje të familjeve, se Islami ndërtimin e familjes e ka rregulluar me rregulla fikse që mbeten deri në ditën e gjykimit. Andaj, është alarmante dhe shqetësuese që të rinjt tonë dhe trejat tonë në llogarisin vetëm fetar, nga ana tjetër kanë lidhje jo të ligjshme sipas parimeve dhe rregullave fetare. Se me Islam nuk lejohet një vajzës dhe një djaloshit të jenë së bashku pa niqah. Në Islam ka fejes, ka martesë. Duhet me i pyet triton, a i fejum, a i martum. Nëse nuk është i fejum, nuk është as i martum, nuk ka diçka mes kësaj dhe asaj që lejohet sipas parimeve islame. Në Islam mund të kenë të rinjt simpatin ndaj njëri tjetrit. Mund të ketë një vajzë simpatin ndaj një djalit, një djalë simpatin ndaj një vajzës. Dhe s'ka kur gjë tragjike këto që ti pëlqen. Por i dërgon ofertë. Jo të kalojnë me muaj së bashku, e pastaj këtë që e kanë fillu në formë të paligjshme të legalizojnë me rregulla dhe parime fetare. Kjo nuk është ndërtim i egër që kena me e legalizu me ligjin e legalizimit për ndërtim. Kjo është jetë, kjo është familje, kjo është nder, namus, që duhet pas parasysh çdo i ri dhe çdo e re që mos t'i shkel dhe përbusë rregullat dhe parimet fetare. Allahu i falë këto dy dhe e vetëdisoft rinien tonë se kjo formë e qëndrimit së bashku është haram sipas parimeve dhe rregullave fetare. Thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ma takhalla rajulun bimra'atin illa wa kana thalithuhuma shaytan. Çdo herë që një mashkull me një femër vetmohen, i treti është shejtani aty. Andaj këto lidhje janë të shejtanosta. Janë lidhje me cilat Allahu nuk është i kënaqur. Sa i takon pyetjes së kësaj motrës, që ata e kanë ftofë djalin shkaku i origjinës së saj, kjo në Islam është xhailiet është. Se njerëzit nuk duhet të dallojmë dhe të përzgjedhim shkaku i origjinës ose shkaku i një statusit social apo diçka tjetër. Dhe nëse dy të ri kanë shpreh mirëkuptim dhe pëlqim ndaj njëri tjetrit, e rendit është që prindit të ulen dhe të bisedojnë me të rit, dhe nëse e shohin se me të vërtet janë që këto me logjik të shëndosh dhe me parime fetare dhe me krye të ftohtë e kanë vendosur një gjë të tillë, e rendit është që milon ato dy mu bo bashkë, që me dhonë leje edhe prindi i vajzës edhe prindi i babës që këto dy të jenë së bashku. Por hipotetikisht thonë nëse ata nuk dojnë një gjë të tillë, atëherë rendit është që djali në këtë rast flet me prindrit e vet dhe t'i bind se kjo është vajza të cilën unë e kam pëlqy dhe kjo është vajza me të cilën unë edhe kam kalu 5 muaj, madje edhe e kom njollos, e kom bo me biftan themi të nanë në Shkup. E kom bo me pik. Me fjalë e kom bo. është bo që ka u bo një gabim, të mos vazhdim në gabim.
Tani të vazhdojmë edhe gabimin e dytë. Por të ja lejojnë që djali të jetë me vajzën që e ka pëlqy dhe me të cilën duhet dhe mendon se duhet të jetë së bashku. Vajza në këtë rast mund të bisedon me prindin e vetë, që dhe prindi vetë bisedon me djalin apo me prindin e djalit, me të mirë natyrisht, por me imponime, me diçka tjetër nuk mundet të arrihet një gjë e tillë, se dashuri me dhunë nuk ka. Dhe të bën dua kjo motër, ta lutë Allahun Azza wa Jall që Allahu t'ja mundson që nëse është hajër që të bëhet bashkë me këtë djalë e këtë jetë e kalojnë këto dy së bashku. Por përsëri e tham që të rinjtë tonë nuk duhet me pas kësi lidhje, veçanti ata që llogarisin veten se janë fetar, se fetarët nuk duhet t'i shkelin rregullat dhe parimet fetare, por se këto gjëra, çështjen e martesës, çështjen e ardhmërisë së tyre, duhet të bëjnë konform asaj me cilën Allahu është i kënaqur. Allah shpërblet. Amin.